cilat do të ishin ato hapa që ne i kërkojmë Zotit falje. Psalmi 51 na ndihmon për këtë gjë dhe shumë studiues Biblës, le të themi, ai quajnë këtë si arti i të rrëfyerit mëkatet përpara Perëndisë. Një nga mënyrat kur neve kërkojmë falje Perëndisë, nuk e di, kur shkoni përpara Perëndisë në lutje, cilat janë fjalët që ju vinë në mendje që të kërkoni falje Zotit. O Zot, lutem më fal, kam bërë mëkat, apo shkon dhe në detaje cili ka qenë ai gabim që ti ke bërë. Në fakt, sipas Psalmit 51 na ndihmon dhe na tregon dhe na thotë që shiko, jo vetëm që ti kërkosh falje Perëndisë është e rëndësishme, por është e rëndësishme gjithashtu edhe mënyra, edhe çfarë ti po i tregon Zotit. Pra, të shkosh hap pas hapi. Kjo do të thotë ti të kërkosh falje Perëndisë në këtë lloj le të themi niveli, ti ke krijuar një marrëdhënie me Perëndin që nuk është më në nivelet bazë, por ke hyrë shumë thellë dhe ti po përpiqesh të kesh një marrëdhënie me Zotin, që ti ke besim tek Zoti. Kjo do të thotë që ti të kesh besim tek Perëndia, që ti t'i tregosh të vërtetën ashtu siç është. Ndonjëherë neve na ndihemi dhe keq, edhe mbase na vjen edhe turp nga vetja, edhe vështirë për atë gabim që kemi bërë, edhe o Zot, shiko, unë kam bërë gabim, unë kam bërë kështu, kam bërë ashtu. Ti e di o Zot. Por fakti, çfarë do të thotë kjo që ta përmendesh dhe ta thuash në detaje mëkatet? Do të thotë që ti je i ndërgjegjshëm edhe ti po e thua atë fjalë për fjalë ashtu siç është. Nuk po. Çelësi për të falur, për të rrëfyer mëkatet është që ta bëjmë këtë në mënyrë efektive. Në fakt, jo se edhe i vargu ku neve shprehemi shpesh për pagëzimi, për të pagëzuar, më lejoni që ta lexoj. Tek Veprat kapitulli 2 edhe vargu 38, nëse ju kujtohet, edhe neve e themi shpesh. Po të fillosh nga vargu 37, ata thanë, kur ata i dëgjuan këto gjëra, u të shpua zemra tyre dhe pyetën Pjetrin dhe apostujt, kura, vëllezër, ç'duhet duhet të bëjmë? Pra e kuptuan që kishin bërë gabim. Atëherë Pjetri u tha atyre, pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve dhe do të merrni frymën e shenjtë. Pra pendohuni. Çfarë do të pendohet? Pendohet do të thotë që siç e dim gjithë ne, pendohen për atë vepër që kanë bërë. Cila është vepra? Edhe ti e përshkruan atë në fjalë përpara Perëndisë. Kjo të ndihmon ty që ti jesh i ndërgjegjshëm. Pse po e bën atë që po bën? Pse po kërkon falje? Vetëm këtë të imagjinojmë ne, si na shikon ne Perëndia pa gjakun e Krishtit. Pa marrë atë falje, si na shikon Perëndia. Edhe përsëri Perëndia është aq i mëshirshëm me ne sa na lejon që ne të kemi mundësi çfarë të bëjmë. T'i apelojmë Perëndisë për dy gjëra, për mëshirë edhe për dashuri. Vargjet 1 dhe 2 na tregojnë këtë gjë. Edhe ai Davidi lutet Perëndisë duke thënë, shiko, të lutem, më fal, ki mëshirë për mua, sipas mirësisë tënde, sipas dashurisë tënde, sipas zemërgjerësisë tënde, sipas butësisë tënde. Jo, ki mëshirë për mua dhe kaq. Por të lutem, aplikoje plotësisht atë dashurinë tënde që ti ke për mua. Të kërkosh falje, pse kërkojmë neve falje? Edhe me njerëzit, kur neve lëndojmë dikë. Pse kërkojmë falje? Thjesht të u kapëm mat? Apo kërkojmë falje që neve na vjen keq që marrëdhënia, miqësia të prishet? Besoj që më shumë është kjo e dyta në të gjitha
marrëdhëniet e miqësitë e vërteta, le të themi, por ka dhe ata që kapen ma duke marrë diçka është tjetër sa pastaj që mm, më fal. Më falë se më kape matë, se herës tjetër dhe jemi kujdes. Pra, pse kërkojnë neve? Shpesh herë, pra kërkojnë falje në mënyrë që marrëdhënia jonë mos prishet. Edhe shpesh herë neve e kërkojmë atë me gjithë zemër dhe me përgjërime. Qofse neve duam me gjithmonë që ajo marrëdhënie që kemi në miqësi, në shoqëri mos prishet. Por imagjinoni pak, ne duhet të shkojmë më thellë, të lutemi më fuqishëm tek Perëndia, sepse kemi Perëndin që ka krijuar gjithë universin, që është Zoti ynë, dhe po I lutemi për falje. A nuk do të ishte më e hishme që ne t'i luteshim Zotit me një le të themi me një vendosmëri 51, edhe të lexojmë që nga fillimi Davidi thot, ki mëshirë për mua, Perëndi, sipas mirësisë tate, sipas dëmshurisë së madhe që ke. Jo sipas çfarë unë meritoj. Për shembull, kur zihen fëmijët e mi në shtëpi, ai filloi pari. Ai më qelloi. Ai e bëri gabimin. Edhe pikërisht në këto momente Davidi vjen përpara Zotit duke kërkuar falje Zotit në moment që e kishte shkuar me Betshebën dhe bashkëshortin e saj e kishte dërguar në luftë, edhe I dha urdhër komandantëve të tjerë që ta nxishin në linjën e parë, në rreshtin e parë për të bërë luftë në mënyrë që ai të vritej. Më thënë që ta mbulonte mëkatin me mëkat. Edhe Perëndia dërgoi Nathanin, profetin e tij dhe I tha Davidit, shiko, ti ke bërë mëkat. Dhe pastaj Davidi arriti ta kuptoi, po kam bërë përpara teje o Zot, më fal, të lutem më fal. Po unë e kam bërë këtë lloj cilësie, unë e kam bërë këtë lloj mëkat. Edhe kur vin prap tek Perëndia me këtë lloj me këtë lloj përulësie, me këtë lloj këmbgulje, Perëndia na e dëgjon lutjen. Edhe po të shkojmë poshtë tek vargu 14, 15 dhe deri në 17 thot, holokaustat ty o Zot nuk pëlqejnë, flijimet, sakrificat, nuk pëlqejnë fizike. Vini re, Davidi thot, ty të pëlqen një zemër e thyer. Ti nuk mund, edhe unë bashkë, të gjithë ne nuk mund shkojnë tek Perëndia, ti kërkojnë falje Zotit duke ofruar një sakrificë dhe e mbyllëm këtë mod. O Zot, sa është borxhi im? Edhe ti jemi në rregull. Jo, Zoti na do ne. Edhe nuk na do sepse do fitoj kredite. Por thjesht na do me dashurinë e vërtet, me dashurinë e sinqertë, dhe do që njerëzit të jenë në prezencën e tij. Për shkak të edhe neve e dim shumë mirë çfarë ka arritur të bëjë mëkati në jetën e njerëzimit. Ka shkaktuar luftra, ka shkaktuar me keqkuptime, ka shkaktuar të gjitha të këqijat e mundshme. Edhe sot e kësaj dite neve I shikojmë, ku njerëzit janë të etur e akoma sa më shumë të jetë e mundur për fuqi dhe për pushtet. Edhe shpiki çdo lloj mënyre të jetë e mundur, se si që shumicën njerëzit pra ti kontrollojnë, ti kenë kontroll sa më shumë të jetë e mundur. Pra ndërsa neve kërkojmë falje, ne duhet kemi si bazë jo meritat tona, ose vlerën si unë si person që unë kam bërë këtë gjë përpara Zotit. Por ti lutemi si ke vargu 1 dhe 2, sipas mëshirës tënde o Zot, sipas butësisë tënde o Zot, sipas dëmshurisë tënde o Zot. E ndërsa neve I kërkojmë Perëndisë që na lajë, na pastroj nga mëkati, na lajë dhe na pastroj në mënyrë të jemi më të bardhë se bora. Sepse vetë Perëndia është I tillë, edhe Perëndia dëshiron që njerëzit të jenë të tillë. Edhe këtë njerëzit nuk mund ta bëjnë vetë, por nëpërmjet Jezus. Edhe jo vetëm që është e rëndësishme për njerëzit e thjeshtë, për njerëzit që nuk kanë ardhur ta njohin Perëndin, ta pranojnë Jezusin në pagëzi, por gjithashtu edhe për ata, edhe për ne që të krishterë.
Pra duke patur këtë lloj dëshire, ne gjithmonë e rrisim marrëdhënien tonë në një nivel tjetër. Vim dhe e njohim Perëndin akoma më shumë. Nuk e di, shpesh herë u ka ndodhur që kemi qenë në situata të vështira që të gjithë njerëzit kanë thënë, shiko, po kjo nuk ka zgjidhje, nuk merr zgjidhje. Ti ke pasur një lloj konfidence, mua më ka ndodhur shpesh një lloj konfidence nga brenda që po do marrë zgjidhje, po nuk e di se si. Duhet presi. Prit, edhe gjërat kanë marrë ashtu siç duhet. Edhe ka ndodhur edhe tjetra që nuk e kanë pasur këtë lloj konfidence, ka pasur atë padurimin. E desha tani. Kur ti ke konfidencë, kur ti ke besimin, kur ti ke atë që vjen nga Perëndia, ti je në gjendje edhe të rrëfehesh në mënyrë të tillë, ti tregosh Perëndis çfarë është e vërteta dhe si qëndron me qenin tënd. Tu nuk po flasim për marrëdhënien me njerëzit. Tu nuk po flasim kush është më i miri, kush është më i keq. Se shpeshherë këtu vjen ajo. Ne e sjellim ne si ngjarje. Hey, këtu po flasim në marrëdhënien personale gjithsecili prej nesh përpara Zotit. Dhe ne duhet kuptojmë të jemi atje ku Perëndia na dëshiron ne të jemi. Jo atje ku duam ne të jemi, jo atje ku mendojmë neve të jemi. Pra ne duhet ta kuptojmë ose duhet të kërkojmë të këngulim me lutjen tonë deri atëherë kur neve jemi të falur. Pra duke përdorur këtë lloj mënyre, këtë lloj këngulje, neve tregojmë edhe atë forcën e besimit. Perëndia dëshiron në fakt më shumë se sa falje, se sa rrëfimi. Ai kemi neve kur shkojmë përpara Perëndis këtë lloj konfidence, këtë lloj besimi që kur shkojmë përpara Perëndis themi Zoti do më fal. Unë kam dëgjuar shumë njerëz në fakt që thonë, mos ka Perëndi që merr përsipër për gabimet që kam bërë, aq keqe. Shpesh herë është ngulitur në mendjen e tyre, shiko që unë jam për të ardhur keq, nuk ba. Shikoj jetën tënde vëlla se nuk fal Zotin. Imagjinoni, Davidi ishte mbret. Davidi kishte në kontroll gjithë kombin e Izraelit dhe tha tek vargu 7 përpara Perëndis tha, o Zot, më pastro me hisop dhe do të jem më i pastruar. Jem i pastruar, më laj dhe do të jem më i bardhë si borë. Më pastro ti o Zot. Pra ndërsa neve rrëfejmë mëkatet tona, ne duhet të kemi të shikojmë te Perëndia më shumë se sa faljem, pra që e përmenda pak dhe më përpara. Ne duhet të kërkojmë që të rinovohet ajo marrëdhënia jonë. Është shumë e vështirë në fakt që shumë shpesh herë që ne me njerëzit themi kur e prishim letrën edhe hapim kjo letra nuk është më shu e hekurosur. Edhe po ta vendosësh te pritëri këtë nuk ishte do duket mirë edhe të printosh diçka. Pe dini çfarë? Edhe kur është kështu e rrudhosur, Perëndia mund ta bëj përsëri të pastër. Perëndia mund ta bëj që të shkruaj rreshta përsëri. Po ama vetëm Perëndia. Dhe ne nëse ne jemi aq të fortë në besimin ton, Perëndia mund ta bëj dhe marrëdhënien me njerëzit të tillë të fortë. Edhe jo vetëm për ata pra që nuk e kanë unë nuk e kam pranuar Jezusin, por edhe për ne. Si është ai gëzimi ynë që neve kemi marrë në momentin që jemi shpëtuar, në momentin që jemi pagëtuar? A është i venitur apo është ashtu plot shkëlqim siç ka qenë në fillim? Kjo është ajo çfarë ne dëshirojmë ose duhet të dëshirojmë në veten tonë, në marrëdhënien tonë me Perëndin. Edhe e gjitha kjo, jo vetëm që neve të marrim faljen edhe të jemi në rregull. Shikoni vargjet 13 dhe 17 çfarë thonë. Për ne, çfarë do të marrim ne në momentin që kemi marrë falje? Ose çfarë hapash do të bëjmë? Çfarë do të bëjmë me jetën tonë? Atëherë thot, mbasi o Zot unë kam marrë faljen nga ty, unë nuk do të qëndroj më durë kryq. Por çfarë?
do të mësoj rrugët e tua shkelsve dhe mëkatarët do të kthehen drejt teje. Çliron nga gjaku i derdhur, o Perëndi, Perëndia e shpëtimit tim dhe gjuha ime do të këngëtoj tërgas drejtësinë tënde. O Zot, hap buzët e mia dhe goja ime do të shpall lëvdimin tënd. Ti në fakt nuk ndjen ndonjë kënaqësi në flijim, përndryshe do të afroja. Mua nuk më mungojnë demat, munduan ka Davidi pra që i takonte që të afronte sakrifica. Ai kishte demat sepse ishte mbret. Kishte demat më të mirë, që apo deshët çfarë Perëndia kërkonte sipas ligjit të Mojsiut, që të afroheshin si flijima, ai kishte thot. Ty nuk pëlqejnë këto gjë, unë e di këtë thot. Edhe ishte i ndërgjegjshëm Davidi, që ty nuk pëlqejnë. Ti thot sepse unë do t'i ofroja. Por vargu 17 thot flijimet e Perëndis janë një frymë e thyer. Pra është një zemër e thyer e penduar që i kërkon falje Zotit me gjithë shpirtin e vet, me gjithë zemrën e vet, me gjithë qenin e vet, që i kërkon të jetë ashtu siç Perëndia na kërkon. Edhe atëherë Perëndia mund pranoj flijimet tonë. Edhe atëherë Perëndia mund të kthej fytyrën nga ne. Denjë se sa dikush tjetër. Por të bën të denjë, nuk të bën të denjë fryma e krenarisë. Ja çfarë të bën të denjë. Fryma e thyer. Pra fryma që vjen i përulur përpara Zotit. Të lutesh pra për qëllimet e Perëndis. Vargjet 18 e 19 na thonë që Perëndia do përmbushi qëllimin e tij në Zion. Që Perëndia do përmbushi qëllimin e tij këtu ku jetojmë ne. Që njerëzit të dëgjojnë fjalën e Zotit. Nuk është e lehtë, por është e vështirë. Edhe po bëhet akoma më e vështirë. Në fakt njerëzit kur shkëputen për një kohë të gjatë që nuk e lavdërojnë Zotin, që nuk adhurojnë Zotin, fillojnë adhurojnë gjërat që janë të rrethuar, arritjet që kanë bërë, anën materiale që kanë arritur, shtëpinë, makinën, pasurinë, kapitalin, çdo gjë që ata kanë, ata fillojnë edhe e bëjnë si zotin e tyre. Dhe aty e masin forcën e tyre, dhe aty e masin sigurinë e tyre. Që themi ne shqiptarët ujë, na më falni, leku hedh ujin për pjetë. E hedh, po pastaj çfarë do bëj? Do të bjerë syve. Ajo çfarë neve kemi nevojë, edhe gjithë secili prej nesh ka nevojë, është të marrë faljen nga Perëndia, të ketë favorin nga Perëndia. Edhe si e merr këtë? Vetëm nëpërmjet Jezusit. Vetëm nëpërmjet Krishtit neve kemi bekimin e madh që të vazhdojmë edhe të jemi të denjë. Tek Luka kapitulli 18, vargjet 13 dhe 14, është ajo lutja që sa po përmanda pak më përpara, ku me qa matet fort ajo. Nëse e mbani mend këtë shëmbëltyrën që Jezusi tregoi, ishin dy veta që shkuan në tempullin e Perëndis që të luteshin. Dy njerëz, vargjet që le të lexojmë te vargu 10, që nga vargu 10. Dy njerëz u ngjitën në tempull për të lutur, njëri ishte fariseu dhe tjetri targamledhës. Fariseu, si puna e këtij që kishte një 20 vjet, ishte krishter. Fariseu rrinte në këmbë dhe lutej në vete kështu: O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabitçar, të padrejt, kurorshkelës dhe as si ky targamledhës. Unë agjeroj 2 herë në javë dhe jap të 10-ën e gjithë çkaje që kam. Dhe targamledhësi rrinte nga larg dhe si guxonte t'i çonte syt drejt qiellit, po rrinte krarorin e vet duke thënë: O Perëndi, ji i mëshirshëm ndaj meje, mëkatarit. Unë po ju them, thot Jezusi, se ky dhe jo tjetri u kthye në shtëpinë e vet i drejtësuar, sepse kushdo që lartësohet do të përulet, dhe kushdo që përulet do të lartësohet. Qofse neve dëshirojmë të kemi marrëdhënie me Zotin, të lloj fryme duhet të kemi, përulur. Nuk kemi nevojë neve ti numrojmë Zotit të mirat, veprat e mira që kemi bërë, edhe të tregojmë Zotit se çka kemi arritur. Zoti tashmë e di atë. Por le të tregojmë dhe të jemi të sinqert
e t'i tregojmë Zotit mëkatet që kemi bërë. Edhe t'ja përmendim një për një, e t'i kërkojmë falje Zotit. Kjo ka të bëjë me marrëdhënien me Zotin. Kjo ka të bëjë që ne të kemi paqe me Zotin. Kjo ka të nëse ti do kesh edhe unë bashkë me ju do të kemi paqe me Zotin. Ne do të mund të kemi paqe me njëri tjetër. Paqe në vetë. Është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër. Ne mund të jemi të arrirë në jetën fizike, por nëse ne nuk kemi paqe me Perëndin, nuk është gëzim, nuk është kënaqësia, është gëzim i shtirur, është kënaqësi e shtirur dhe për me kalimin e kohës do të venitet. Është si ajo kur blen diçka të re dhe ti po kërkon, kënaqesh për një moment dhe pastaj ajo humbet. E keni vënë re kur blejmë një telefon të ri, blejmë një kapak, blejmë xham, e mbajmë mirë, pastaj sa kalojnë ca muaj, pastaj fillon të vije një herë ty, që ka i fortë, nuk ndos ka gjë, dhe pastaj e hedh vet, edhe pastaj shuket e kështu me radhë. Edhe me rrobat e reja, edhe me çdo gjë tjetër. Pra është kënaqësi e momentit dhe ti nuk ndjehesh i plotësuar, sepse nuk ke paqe me Zotin. Dhe kjo është diçka midis, nuk e vendos njeri marrëdhënien tonë me Zotin, jemi ne dhe Perëndia, pra përgjithë secilin për nesh. Jam unë dhe Perëndia. Qofse unë nuk kam paqe me Zotin, mund të shtirem përpara jush që jam në rregull, por nuk jam. Edhe vetëm Perëndia e din. Le të kërkojmë pra që të kemi paqe me Zotin, le të kërkojmë që të kemi një marrëdhënie të shëndosh, edhe ku ne gjithmonë kemi atë gëzimin, atë kënaqësinë e faljes